Rozana Radi ishte një konkurrente mjaft e denjë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion, që arriti deri në finale, por aty u mund nga gjesti. Ajo ka reflektuar për rrugtimin e saj duke treguar se kjo eksperiencë ka transformuar plotësisht. E ftuar në një emision, këngëtarja tha se pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend, ndjen se është një version i ri i vetes. Jam një Rozan tjetër tani. Bigu më ka ndihmuar të rritem si njeri dhe të shoh jetën ndryshe. Jeta ime ka ndryshuar 100% për mirë, u shpreh ajo. Rozana Radi ndau dhe një moment të veçantë që e pregu emocionalisht. Një postim nga rezarta shkurta që e mbështeste në një moment të vështirë brenda shtëpisë. E vlerësova shumë, më preku sepse kemi kaluar një histori të gjallë dhe ndryshe nga më parë, sot dim të falim dhe të kuptojmë më shumë për njëra tjetrën, deklaroi Rozana. Sa i përket reagimeve nga partneri i saj, ajo rrofeu si kritikat ashtu të komplimentet. Më tha që nuk duhet i kisha falur disa njerëz, por gjithashtu më tha: "Ti për mua je më e mira." Ai kishte ndjekur veçanërisht momentet me Gertën, me të cilën Rozana kishte pasur përplasje, por edhe një përpjekje për pajtim përmes një ftese për të kënduar së bashku. Duke se shtëpia më e famshme në Shqipëri nuk i dha vetëm famë Rozanës, por edhe një perspektivë të re mbi jetën, njerëzit dhe vetveten. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.